Në 9 maj 2025, vetëm 2 ditë para zgjedhjeve të 11 maj, qeveria miratoi një vendim të papritur, ku njoftoi faljen e të gjitha gjobave të vendosura ndaj qytetarëve që nga 1 janari 2015 deri në 30 nëntor 2024. Nga shumë kritik, ky vendim u konsiderua si një qok për të manipuluar vullnetin e zgjedhësve, por pavarësisht kësaj, vendimi kaloi nën zë, kjo edhe për shkak të zhvillimeve të vrrullshme të ditës së zgjedhjeve dhe ditëve pasuese me numërimin e votave. Tashmë, kur nuk është bërë ende një muaj nga vendimi i qeverisë për të falur gjobat, policia duket se ka nisur punën me dorë të hekur për të arritur përsëri numrin e gjobave të falura, por këtë herë shumë shpejt. Sipas një njoftimi nga Policia Rrugore e Tiranës, vetëm gjatë javës që lan pas janë vendosur 14.495 masa administrative, një numër goxha i konsiderueshëm ku merr parasysh faktin se ky është bilanci i 7 ditëve vetëm në Tiranë, po në të gjithë Shqipërinë. Për sa kohë mendoni se do të arrijë policia të vendosë aq gjoba sa qeveria i fali? A ishte vërtet një falje apo një vendim që nuk do të zbatohet? Të shumt janë qytetarët që kanë denoncuar për redaksisë son se pavarësisht vendimit, gjobat ende nuk janë falur.